Ai cili e shikonte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e shifte hijeshin dhe madhrinë e pejgamberit alaihi salatu wasalam. Që thënë sahabët, ishte njeriu më i bukur në pamje dhe më i përsosur në ndërtimin trupor. Dërguari Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu me fytyrën më të bukur dhe me trupin më të bukur. Gjatësia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte mesatar në gjatësi. As shumë i gjatë, as shumë i shkurtër. Kur este mes njerëzve të gjatë, dukej sikur ishte më i gjati për shkak të hijeshisë. Dhe trupi i tij ishte i fortë dhe i qëndrueshëm, kraharori i gjerë dhe supet e forta. Lëkura e tij ishte bardhë e përzier me skuqje të lehtë. Nuk ishte as shumë i zbehtë, fytyra i ndriçonte. Fytyra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte e rumbullakët dhe shumë e bukur. Shkëlqente kur buzëqeshte, dukej si hëna e plotë. Kur gëzonte diçka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju shfaqte në fytyrë. E dishin që është i gëzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sytë e tij ishin të mëdhej, bebëzat shumë të zeza dhe të bardhat shumë të pastra, shumë të bardha. Qerpik të gjatë dhe të dendur të shpesht. Kur shikonte dikë, e shikonte me tërë fytyrën e tij, nuk e shikonte me cep të syrit. Vetullat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë të harkuara dhe shumë të bukur, nuk ishin të bashkuara në mes, por kishte hapësirë, balli i gjerë dhe djerësitë i lehtë në ball kur zemërohi, kur u hidhrohi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hunda pak e ngritur dhe e drejtë, ishte në harmoni të plot me fytyrën. Goja e bukur dhe mjaft e gjerë, dhëmbët pak të ndarë në mes, kjo gjë ja shtonte bukurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur fliste pejgamberi sallallahu duke sikur se dilte dritë nga goja e pejgamberit alayhis salam. Mjekra dhe flokët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte mjekur të dendur dhe të bukur, flokët shumë të zi. Nuk kishte shumë kaçurrela, këtë të drejta nuk ishin flokët e tij. I riste pejgamberi sallallahu alaihi wasallam flokët deri tek veshët, tek butat e veshëve, e ndonjëherë edhe deri tek supet. Koka e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte në formë të rregullt, qafa e bardhë dhe u dukte sikurse argjend i pastër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte kraharor, gjoks të gjerë dhe supe të forta. Ishte shpina e gjatë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në shpinë ka pasur edhe një pjesë të ngritur pak të lëkurës sikurse veza e pëllumbit dhe disa qime në te. Dhe kjo ka qenë vula pejgamberike, gjithë pejgamberet e Allahut azza wa jall e kanë pasur këtë vulë. Derisa dikush prej pabesimtarëve kur ka ardhur te pejgamberi sa ka lexuar për cilësitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sepse ishte prej çifutëve dhe u sillte dal nga dal pas pejgamberit alayhi salatu wasalam, duke u munduar me pas se ai ka të pjesë të ngritur. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vëreti se ai çifuti pse po sillet pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu ja zbuloi krahrorin e pa vulën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, e kishte lexuar prej librave të vjetër për cilësitë e pejgamberëve dhe kur e pa atë vulë u vërtetua pasi që i pa edhe cilësitë tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe tha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka muhammadar rasulullah. Dëshmoj se nuk ka tjetër zot që meriton të adhurohet dhe dëshmoj se ti je Muhammed i dërguari i Allahu subhanahu wa taala. Duart e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishin jashtëzakonisht të buta. Ai i cili u përshëndeste me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur asnjëherë në jetën e tij nuk e haronte më atë butësinë dhe atë ndjesinë që ka prek dora e tij dorën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na bëftë të mundshme të takojmë pejgamberin alayhi salatu wasalam në xhennetin e Firdaus, të jemi bashkë me të. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, era e djersës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thonë
i vinte era parfum pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ishte sikur se mbar njerëz. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte pak ecje të fortë të ngulitur në tokë. Kishte ecje të shpeshtë. Ecte shpejt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por me qetësi. Nuk i tërhiqte këmbët zvarr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Madhështia dhe hieshia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u ndjente çdo kush ishte prezent afër tij. Çdo kush e shifte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe thonë sahabët kishim mall para se me njoh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe kur e kemi pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nuk ishte që u çmallnim, por edhe më shumë na shtonte malli ynë, na shtonte për me pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alaihi salatu wasalam ishte pra i përsosur fizikisht, i përsosur në moralin e tij, ishte i përsosur në sjelljet e tij, ishte i përsosur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mësimet e tij. Elusim Allahun azza wa jall na bëj bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhenetin firdaus. Elusim Allahun azza wa jall që ta pasojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në edukatën, në sjelljen e tij. Elusim Allahun subhanahu wa taala na bëj pasues të pejgamberit alaihi salatu wasalam, dhe kur të desim dhe dalim prej kësaj dynjaje, të dalim ashtu siç don Allahu azza wa jall. Të jemi praktikues të Kuranit dhe praktikues të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është prej sunetit të dërgojmë salavate pejgamberit alaihi salam, duke thënë sallallahu alaihi wasallam ose alaihi salam ose alaihi salatu wassalam. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا